Jemi rikthyer sërish bashkë pas një bloku publicitar, një falënderim i posaçëm shkon për sponsorin tonë, ajo është Vala Forxhi. Në vazhdim i shohim e vërtetë pa vërtetë rubrikën tonë, me cilët këngëtar jemi marrë tani, e kuptojmë vetëm pas pak. Nera bashkëshortja Sabriut në klipin e ri? Kjo nuk është e vërtetë. Këngëtari Sabri Fezullahu dhe bashkëshortja e tij Nera kanë udhëtuar drejt Antalyas në Turqi për të realizuar klipin e ri të këngëtarit. Fezullahu ka nisur xhirimet e klipit të ri, i cili pritet të lansohet brenda 5 ditëve. Klipi do të ketë skena luksoze në një nga hotelet më të mira të kohës në Antalya. Kënga do të titullohet Na ka mbajt dashnia, një temë që këngëtari e prek zakonisht me muzikë dhe orkestrim nga Virusi, me tekst të Arsim Bunjaku, dhe klipi është duke u xhiruar nga XL Production. Një herë kam pyet veten, ku je moje dashni? Ndërsa bashkëshortja e tij Nera ka shkuar ta shoqëroj e t'i ndihmoj rreth klipit pas që ka një sy kritik, por nuk do të marrë pjesë në klip. Aktivizohet Samantha pas asnjë osion. Po, kjo është e vërtetë. Kishte menduar të vepronte njëjtë sikur kolegja e saj nga i njëjti label Dhurata Dora dhe të zgjedhej një producent nga Kosova për projektin e ri, por gjërat nuk shkuan siç i mendoi dhe Samantha Karavella aktualisht është e përqendruar në studion e Max Audio, ku së bashku me Alendin janë duke punuar për projektin Pasardhës. Kënga, e cila është në finalizim e sipër, do të vizualizohet edhe me videoklip dhe pritet të jetë gati në treg pas disa javëve. Aktualisht ky label është duke punuar në projektet e dy artistëve të rinj që ka rekrutuar dhe pas asaj pritet kënga e Samanthës. Labi në duet me Shkurt e Gashin? Kjo nuk është e vërtetë. Fansat e Labit kanë shprehur dëshirën që këngëtari dhe Shkurt e Gashit të kenë një duet, ndërsa Labi në një video në Facebook deklaron se me këngëtaren Gashi do tonte të realizonte një këngë, nga se është këngëtare e mirë. Por Shkurta, e pyetur nga prive, ka deklaruar se një herë për një herë nuk mundet, sepse edhe pak ditë do të finalizojë bashkëpunimin me këngëtarin Ramadan Krasniqi, e që klipin të hënën do të nisin ta xhirojnë. E sa për Labin në të ardhmen, nuk është si mundësi që nga dysha do të hidhet poshtë, dueti edhe mund vi.